Dashuria dhe shkaqet e saj. Gruaja, dua t'i di shkaqet sepse më do. Burri, s'mund ta përmendi ndonjë shkak të veçantë, mirë po, sinqerisht të dua shumë. Gruaja, ti nuk po je në gjendje të ma përmendësh madje edhe një shkak. Atëherë, pse më thua se më do? Ti nuk po e përmend asnjë shkak, madje një. Burri, më beso, nuk i di shkaqet, por të dua sinqerisht. Gruaja, jo, dua tani ti mi tregosh shkaqet se pse më do. Burri, mirë, unë të dua se je e bukur, se zëri yt është i bukur, se ti përkujdesesh për mua dhe më do, se shpirti yt është i tërë optimizëm dhe shpresë, se buzëqeshja jote është mahnitse dhe e dashur dhe e dua çdo lëvizje dhe çdo hap që e bë. Gruaja u qetësua dhe heshti. Pas disa ditëve, gruaja bëri ndeshje dhe u godit shumë rënd. Burri shkoi në spital ta vizitoi dhe anësh saj ja la një letër të shkurtër ku në të shkroi: E dashura ime, të dashurova për shkak zërit tënd të bukur, mirë po tani a mund të flasësh? Natyrisht se jo, atëherë unë nuk mund të dua. Të dashurova për shkak të përkujdesjes tënde, të dashurova për shkak përkujdesjes tënde dhe dashurisë tënde që e ndjen ndaj meje. Mirë po tani, a mund t'i paraqesësh këto ndjenja? Natyrisht se jo, atëherë unë nuk mund të dua. Të dashurova për shkak buzëqeshjes mahnitse, kurse për shkak lëvizjeve tua që i bëje, të doja edhe më tepër. Mirë po tani, a mund të buzëqeshësh? A mund është tani të lëvizësh? Natyrisht se jo. Atëherë unë nuk mund të dua, e dashura ime dhe e shtrenjta ime. Po që se dashuria kërkon të shkaqe, ti tani nuk e posedon asnjën nga to që unë të dashuroj për hir të tyre. Atëherë, dashuria a ka nevojë për shkaqe? Jo, asnjëherë. Prandaj, unë vazhdoj që të dua dhe do vazhdoj që të dua për gjithmonë.